ka rop ngritja e naftit, tjerat çmime s'po din më nal. Kjo qeveria kryesisht që ne ka bën këto sene. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Si e mirë? Mirë, ju si kalone? Mirë, faleminderit. Jam mëson sheshen e Ferizajt për pyetjen. Apo ju shqetëson ngritja e çmimit naftës? Po na shqetëson shumë, ka rop ngritja e naftit, tjerat çmime s'po din më nal. Kjo qeveria kryesisht që ne ka bën këto sene. Do më thonë te e fajson qeverinë. Unë e fasoj qeverian që do sene do të më rregullu me pas kujdes ndaj qytetarëve të vet. Sa kishte mjaftu për shembull 1 litër naftë me çmim? Sipas e ose sa kishte me qenë i arsyeshëm realisht? Çmimi i naftës. Për momentin realisht çmimi i naftit 1.10 deri 1.20 për çush i kem kushtet për momentin. 1.10 deri 1.20. Mendimin tim. Në rregull. Faleminderit shumë. Aty na shto e arsyeshme e përpallojmë. Ashtu, faleminderit shumë për shëndet. Faleminderit e juve, kalofshi mirë. Respekt.